Femrat shqiptare njihen për bukurinë e tyre natyrore, elegante dhe shpesh unike. Nga modelet që kanë pushtuar pasarelat ndërkombëtare, tek këngëtarët dhe prezantueset që kanë lënë gjurmë në zemrat e publikut, femrat shqiptare përfaqësojnë një kombinim të rrallë të finesës dhe thjeshtësisë. Në këtë video do të zbulojmë 15 femrat shqiptare më të bukura natyrale. Le të fillojmë menjëherë numërimin ton duke filluar nga numri 15. Amarta Toska. Amarta Toska është një nga prezantueset më të dashura të televizionit shqiptar. Ajo u bë e njohur si figurë e ekranit qysh në vitet e para të karrierës së saj dhe ka ruajtur gjithmonë një imazh të pastër dhe të natyrshëm. Përveç bukurisë së saj, Amarta është gjithashtu një producente dhe një nënë e përkushtuar, duke e bërë shumë të afërt me publikun. Shpesh e shohim në Instagram me foto familjare dhe momente të thjeshta, që e përforcojnë imazhin e saj natyral. Për këtë arsye, ajo konsiderohet një nga femrat shqiptare më të bukura dhe elegante. Bleona Qereti. Bleona është një artiste që ka bërë karrierë ndërkombëtare, duke performuar në skena të mëdha dhe duke bashkëpunuar me emra të njohur të muzikës botërore. Pavarësisht imazhit të saj ekstravagant dhe energjisë në skenë, bukuria natyrale e Bleonës nuk ka kaluar kurrë pa u vënë re. Ajo ka një karizëm të lindur, që i jep shkëlqim çdo paraqitjeje. Përtej spektaklit, kur shfaqet e thjeshtë dhe pa shumë makiazh, Bleona tregon se bukuria e saj është autentike dhe e vërtetë, duke e renditur mes emrave më të spikatur të listës son. Emina Cumulaj. Emina është një nga modelet shqiptare më të suksesshme në botë. Me origjinë nga Malësia e Madhe, ajo ka përfaqësuar Shqipërinë në pasarelat ndërkombëtare dhe ka punuar me marka prestigjioze të modës. Bukuria e saj natyrale, tiparet e forta mesdhetare dhe eleganca e lindur e bëjnë unike në çdo paraqitje. Përveç karrierës, Emina është edhe një aktiviste e angazhuar dhe nënë e përkushtuar, duke treguar se bukuria natyrale shkon dorë për dorë me forcën e karakterit. Në publik, ajo vlerësohet si një simbol i denjë i shqiptarëve jashtë vendit. Nora Istrefi. Nora është një nga këngëtarët më të dashura kosovare, me një karrierë të gjatë në muzikë. Ajo ka sjellë hite që kanë mbetur të paharrueshme për publikun dhe gjithmonë ka spikatur për pamjen e saj natyrale. Nora është e njohur për stilin e saj të thjeshtë dhe të pastër, që i jep një elegancë të veçantë. Në rrjetet sociale, shpesh shfaqet pa shumë makiazh, duke dëshmuar se bukuria e saj nuk ka nevojë për asgjë. Publiku e sheh si një kombinim të thjeshtësisë dhe klasit, dhe kjo e ka bërë gjithmonë të veçantë. Eli Fara. Eli Fara është një ikonë e muzikës shqiptare, veçanërisht e këngës qytetare korçare. Përveç zërit të saj melodioz, Eli është gjithmonë vlerësuar për bukurinë dhe sharmin natyral. Me kalimin e viteve, ajo ka ruajtur një freski dhe një elegancë që e bëjnë të duket gjithmonë e re dhe tërheqëse. Bukuria e saj nuk është vetëm fizike, por edhe shpirtërore, pasi publiku e identifikon me thjeshtësinë, ëmbëlsinë dhe kulturën që transmeton. Eli Fara mbetet një shembull i gjallë i një gruaje shqiptare me bukuri natyrale dhe të qëndrueshme në kohë. Ledina Çelo. Ledina Çelo është një nga këngëtarët më elegante dhe me zë të fuqishëm që ka përfaqësuar ndonjëherë Shqipërinë. Karriera e saj përfshin pjesëmarrjen në Eurovision, ku ajo spikati jo vetëm për vokalin, por edhe për bukurinë e saj natyrale. Ledina është gjithmonë e thjeshtë në paraqitjet e saj, duke reflektuar klasë dhe finesë. Me tiparet e buta dhe stilin e përmbajtur, ajo është vlerësuar si një nga ikonat e bukurisë shqiptare. Për shumë fansa, Ledina është shembull i një femre që di të ruajë sharmin natyral edhe pas shumë vitesh në skenë. Leonora Jakupi. Leonora Jakupi është një nga këngëtarët më të dashura të Kosovës, me një karrierë që shtrihet në disa dekada. Përveç suksesit në muzikë, ajo gjithmonë është përmendur për bukurinë dhe thjeshtësinë e saj. Leonora është një figurë që ka ruajtur naturalitetin dhe origjinalitetin, duke mos u dorëzuar trendeve të tepruara të botës së showbizit. Ajo shpesh shfaqet me një stil të pastër, femëror dhe elegant, duke treguar se bukuria vërtet natyrale nuk ka nevojë për shumë make-up. Publiku e sheh si një grua me klasë dhe finesë të lindur. Hygerta Sako.
Hygerta Sako është ish Miss Shqipëria dhe një nga figurat që e ka përfaqësuar gjithmonë bukurinë shqiptare në mënyrën më dinjitoze. Përveç karrierës si gazetare sportive dhe prezantuese, Hygerta është vlerësuar për sharmin dhe thjeshtësinë e saj. Pamja e saj është natyrale, pa teprime dhe gjithmonë e kombinuar me një sjellje të qetë dhe profesionale. Ajo ka mbetur një figurë e dashur për publikun dhe një shembull se si bukuria natyrale mund të ecë paralel me inteligjencën dhe profesionalizmin. Një imazh që i ka rezistuar viteve me shumë dinjitet. Almeda Abazi. Almeda Abazi është një ish Miss Shqipëria, aktore dhe prezantuese, e cila ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në Turqi. Përveç talentit dhe arritjeve profesionale, Almeda është gjithmonë vlerësuar për bukurinë e saj të thjeshtë dhe sharmin natyral. Tiparet e buta, buzëqeshja e ëmbël dhe eleganca në sjellje e bën një nga femrat më tërheqëse shqiptare. Almeda është gjithashtu shumë e dashur për publikun për imazhin e saj familjar dhe për lidhjen me aktorin Tolgahan Saizman. Ajo përfaqëson një grua moderne që ruan bukurinë natyrale dhe autenticitetin. Adelina Ismaili. Adelina Ismaili është një ikonë e muzikës tonë, e cila përveç suksesit artistik, ka qenë gjithmonë e njohur për bukurinë dhe karizmën e saj. Ajo ka sjellë risi në muzikën shqiptare dhe ka spikatur për stilin e saj unik. Bukuria e saj natyrale, tiparet e dallueshme dhe prania skenike e fortë e kanë bërë gjithmonë një figurë të paharrueshme. Adelina është simbol i feminitetit të fuqishëm dhe i thjeshtësisë, duke ruajtur gjithmonë origjinalitetin. Për shumë njerëz, ajo është një shembull i gjallë se si bukuria dhe forca e karakterit shkojnë bashkë. Valbona Selimllari. Valbona Selimllari është një nga femrat më ikonike të bukurisë shqiptare. Si ish Miss Shqipëria dhe figurë e njohur televizive, ajo ka ruajtur gjithmonë një imazh të pastër dhe të respektuar. Valbona njihet për sharmin e saj natyral, tiparet e buta dhe elegancën e lindur. Me kalimin e viteve, ajo ka mbetur një shembull i vërtet i një femre që nuk humb shkëlqimin dhe klasën. Për shumë shqiptar, Valbona është sinonim i bukurisë natyrale dhe finesës, duke e bërë një nga emrat që nuk mund të mungojë kurrë në këtë listë. Dua Lipa. Dua Lipa është një nga hyjet më të mëdhenj botëror të muzikës dhe një shqiptare që ka arritur famë ndërkombëtare. Përveç talentit muzikor, ajo është gjithashtu e njohur për bukurinë e saj natyrale dhe stilin unik. Dua shpesh shfaqet në skena madhore me pamje glamuroze, por fansat e adhurojnë edhe kur paraqitet e thjeshtë dhe natyrale. Tiparet e saj mesdhetare dhe prania karizmatike e bën një ikonë të bukurisë shqiptare. Ajo është shembull i një gruaje moderne që kombinon suksesin, origjinalitetin dhe natyrshmërinë. Jessica Berberi. Jessica Berberi është një modele shqiptare që ka arritur sukses në skenën ndërkombëtare. Ajo është përfaqësuese e një bukurie të pastër dhe natyrale, duke u bërë ambasadore e imazhit shqiptar në botë. Jessica shpesh shfaqet në pasarela dhe fushata reklamuese prestigjioze, ku natyraliteti i saj është gjithmonë në dallues. Tiparet e saj elegante dhe sharmin e saj e bën një nga modelet më të njohura shqiptare. Për publikun, ajo është simbol i thjeshtësisë dhe finesës, një bukuri që nuk ka nevojë për teprime. Agnesa Vuthaj. Agnesa Vuthaj është një ish Miss Universe Albania dhe një nga figurat më të respektuara shqiptare. Përveç bukurisë, ajo ka ndërtuar edhe një karrierë të suksesshme si sipërmarrëse dhe dizajnere. Agnesa njihet për tiparet e saj të veçanta dhe për elegancën e natyrshme që e karakterizon. Për publikun shqiptar, ajo përfaqëson një figurë që i kombinon bukurinë, inteligjencën dhe suksesin. Me një imazh të pastër dhe natyral, Agnesa është shembull i një gruaje që e ruan bukurinë natyrale edhe përtej skenës. Adrola Dushi. Adrola renditet në krye të listës son si një nga femrat më të bukura natyrale shqiptare. Me karrierën e saj si modele ndërkombëtare, Adrola ka përfaqësuar gjithmonë me krenari Shqipërinë në pasarelat botërore. Ajo është e njohur për tiparet e saj të ëmbla, buzëqeshjen e ndritshme dhe elegancën që transmeton. Përveç suksesit profesional, Adrola është shumë e dashur edhe për publikun, pasi gjithmonë shfaqet e thjeshtë, miqësore dhe natyrale.
Ajo është simboli i bukurisë shqiptare dhe një shembull i gjallë se sharmin e vërtet nuk e zëvendëson asgjë. Këto ishin 15 femrat shqiptare më të bukura natyrale që përfaqësojnë thjeshtësinë, finesën dhe origjinalitetin. Nga modelet në pasarelat ndërkombëtare tek këngëtarët dhe prezantueset e ekranit, secila prej tyre ka sjellë një imazh të veçantë të bukurisë shqiptare. Cila prej këtyre femrave është e preferuara juaj? Na shkruani në komente cila nga vajzat e tjera duhet të ishin në këtë listë dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë video si kjo.